pop rockut. Njëri prej tyre është edhe këngëtari nga Gostivari Adhurim Deari, i cili edhe pse i ri në muzikë premton shumë. Adhurim Deari prezantohet përpara publikut me një look pop rock të viteve 80 dhe me një zë të lehtë. Duket se kohët e fundit, talentët e ri në muzikë po preferojnë më së shumti të sillin në skenë rrymën pop rock. Në përgjithësi, disa prej talenteve më të mirë të viteve të fundit në muzikë i përkasin kësaj rryme. Bëhet fjalë për këngëtarin nga Gostivari Adhurim Deari, ai edhe pse i ri në muzikë premton shumë. Këngëtari Deari thosë se është i lumtur për këtë periudhë të shkurtër dhe vjen mirë që televizioni art ju jep një shans artistëve të rinj të promovohen. Një ditë, do me thëmë, pasi që jam unë edhe në shkollë, në fakultet të muzikës, fillon si çdo i ri tjetër. Do me thëmë, zgjohem në mëngjes, fillimi fillon me ligjëratën e parë në fakultet, në akademi, dhe prej aty për ditë, do me thëmë, e pim nga një kafe me shoqëri, dhe pastaj në shtëpi, do me thëmë, pushoj pak, ushtroj piano, dhe tjera të punë, mëstimi dhe ashtu. Adhurimi është një djalë i ri, 20 vjeçar, i cili ka pasion muzikën. Kam mësuar, do me thënë, muzikë prej në moshë shumë të re. Kam mbaruar shkollën e ulët të muzikës, të mesmen, tash si që të ka studioj muzikën në akademi, në Shkup, dhe do me thënë, kam pasion muzikën dhe shpresoj që asnjëherë mos gjënjem nga muzika dhe nuk besoj që do të ndodhë. Videoklipi im i parë e lansova, do me thëmë, para një viti, gati një vit, dhe kisha një sukses të madh me të. Klipi oficiali dytë, do me thënë, ishte i riu, i cili u lansua para një muaj, me titull Jeta vazhdon. Do me thënë, e kam edhe një këngë tjetër të cilës nuk i lansova videoklip, por e kisha si këngë përshëndetse për në Tiranë, në një festival. Këngën e parë të Kërkoj në ëndër e ka shkruajtur, do me thënë, teksti Navni Qaili, ndërsa muzika është komponuar nga Kristian Gabroski dhe kënduar nga unë. E dyta, kënga e dytë të falemderoj, e cila, do me thënë, të cilën e ceka, të cilën e këndova në Tiranë, ishte po ashtu e Avni Qaili dhe Kristian Gabroski, ndërsa kënga e tretë, kënga më e re, Jeta vazhdon, është e shkruar nga një shoqe imja, Venera Lumani, me muzikë të Darko Dimitrov. Adhurim Deari prezantohet përpara publikut me një lok pop rock të viteve 80 me një zë të lehtë. Adhurimi si zhveçohet nga prurjet e reja në muzikë. Në përgjithësi ai prezantohet i thjeshtë, me ritme të thjeshta dhe pa efekte speciale. Nga e para dhe dytë janë më shumë anojnë nga pop rocku, ndërsa kënga e tretë është diçka ndryshe, pasi që desha të eksperimentoj pak me muzikën, është dance me disa efekte të veçanta brenda. Këngëtari Adhurim Deari ka një mbështetje edhe nga prindërit e tij, të cilët i qëndrojnë pas në çdo hap. Deari me klipin e tij të parë të Kërkoj në ëndër ka korrur një sukses të cilin sipas atij edhe vetë nuk e ka pritur. Prandaj ky sukses e ka shtyrë që me këtë këngë të prezantohet edhe në netët e klipit shqiptar në Tiranë. Mund të them që me këngën e parë, pasi që prej atëherë, do me thënë, ka pas një kohë të gjatë për të pasur sukses më shumë, ndërsa kënga e dytë është ende e re në treg dhe shpresoj që të kem sukses mirë, por nuk mund të them që jo, sepse është mjaft e dëgjuar dhe e pëlqyer. Sa ju përket festivaleve, mora pjesë me këngën e parë në netët e klipit shqiptar në Tiranë, ku mora çmimin debutues më i mirë. Pasi që edhe u regjistrova në Akademitë e Muzikës, veç se më e kam vendosur që muzika të jetë profesioni im. Por Adhurimi tregon edhe për planet e tij në të ardhmen, ku thotë që ka një projekt artistik për këtë vit. Për këtë vit, do me thënë, pas lansimit të videoklipit, nuk kam pasur shumë kohë të mendoj për planet e ardhshme, mirë po mendoj, planifikoj, mirë po asgjë nuk është oficiale të marr pjesë në festivalin e këngës magjike në Tiranë. Këtë kam plan për këtë periudhë, për këtë vit, ndërsa
më andej nuk kam bërë shumë plane se më prishën në fund kur bëj shumë. Do me thënë kënga magjike është planimi i ardhshëm. Dua të flas shumë për këtë vit. Shpresoj që kënga e re Jeta vazhdon të ketë sukses, siç pat edhe kënga e parë, po pse jo edhe më shumë. Dhe s'di, dua sa më shumë sukses edhe në fakultet edhe në karrierë, pasi që fakulteti është në rend të parë për mua. Shkolla. Kam marrë pjesë vitin e kaluar, këtë vit ende nuk kanë filluar, do me thënë, ato ftesat e mia. Ishin, do me thënë, ato mbrëmje dhe gjirimet e vitit e ri, ku mora pjesë në për shumë këto televizione shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, dhe jam shumë i kënaqur dhe i falenderoj të gjithë ato që për ftesën që ma bën, pasi që edhe jam i ri në skenë, kisha ftesa të shumta për xhirimet e vitit të ri. Kanë qenë i pranishëm nëpër koncerte që janë organizuar nëpër qytete të ndryshme në vend. Fillimi gjithnjë është i vështirë, por fal vullnetit besoj se do të arrijë qëllimit, thot në fund këngëtari Adhurim Deari, duke falenderuar të gjithë fansat e tij, të cilët e pëlqejnë atë. Tashmë këngëtari Gosivaras po tenton suksesin e këngëtarëve të njohur siç janë Vedat Ademi, Shpa Deda e të tjerë.